Allahu xhaleshanu në Kur'an lumturisë i referohet pikës së parë si qetësi shpirtërore. Ajo është që në zemrat e besimtarëve dhuroi qetësinë për ta shtuar ata bindjen në besimin e vet që kishin. Nuk ka lumturi në botë pa qetësi shpirtërore. Një mjek amerikan, një prej shkrimeve të tij, thotë kur isha i ri, e përpilova një tabelë për të mirat e jetës. Në tabel e vendosa, thot kështu në vijem, e vendosa në anë parë shëndetin. Pastaj thot e vendosa shurin. Pastaj thot dhuntin. Pastaj fuqin. Pastaj reputacionin. Thot pasi që e formulova këtë tabel, thot ja paraqita një njeri turt, i cili e shiqoi tabelën me vëmendje dhe po ja analizon fjalët që i kum shkruan. Tha, djalosh, tabelën e ke formulu mirë, bukur e ke formulu, mirë po tabelës tonë i mungon diçka që është shumë e rëndësishme. Tha e morë një laps, edhe çka i boni, tha ma vendu, këtë ato që kum shkruani, i ra një eks të madhë. Kry tabelës, ta e shkrujti këtë fjali, qetësia e shpirtit. Kretë këtë që ka na i përmenëm, apo këtë doktor që i ka shkruajën të rëndësishme, po kur njëri nuk ka qetësi në shpirt, atëherë ato nuk kanë efekt. Sepse qetësia e shpirtit është dhurata më e madhe që Zoti i jep një të zgjedhurit të tij. Kur thojnë se nuk ka lumturi pa qetësi shpirtërore, tani do të më formuloni një fjali tjetër. Nuk ka qetësi shpirtërore pa besim. Qetësia e shpirtit pa dyshim se është burimi i parë i lumturisë. Po ka vjen ky burim, atëherë kur na e gjurmojmë e shohim se ky vjen prej këtë qetësi shpirtërore, pra ky burimi i parë i lumturisë vjen kur njeriu e beson Zotin një taman, i nënshtrohet atij dhe pranon plan programin e tij që jetën me bë sipas plan programit të Zotit. Pra, qetësia që na po e përkthejmë, qetësia shpirtërore është fryt i asaj pemë që vazhdimisht i jep frutat e saj e që kjo lloj pemë ka emrin pema e imanit dhe besimit. Sa më shumë që e ujitim pemën e imanit dhe besimit, do të vjellim fruta prej saj. E fruti kryesor i saj kur njeriu është i qetë në shpirt,